Të nderuar koleg, sot do të analizojmë së bashku karakteristikat kryesore ekografike për diagnostikimin e një teratome cistike të maturuar, pra një ciste dermoide. Siç e dim, ky është tumori germinal ovarian më i shpesh në moshën riproduktuese, por ekostruktura e tij, jashtëzakonisht polimorfe, kërkon një analizë metodike për të shmangur keq diagnostikimet. Që në këtë fazë paraprakje, në ekografin transabdominale mund të vërehet se vezorja e djathtë është rritur nëpër masa. Dhe si rrjedhojë e këtij procesi, mund të vërehen qartësisht disa elemente të ndryshme me ekogenicitet të përzier, të cilët mund të formojnë gjithashtu edhe hije konike akustike. Gjatë ekografisë transvaginale, do të vërejmë qartë një vezore të anës majt me përmasa plotësisht normale. Tani do të vazhdojmë të vëzhgojmë me kujdes vezoren kontralaterale, pra vezoren e anës djathtë, ku kemi konstatuar praninë e këtij kisti dermoid mjaft të qartë. Sipas kriterit IOTA, kemi të bëjmë pra me një formacion zakonisht unilokular, edhe pse prania eventuale e septumeve të brendshme jo të plota ose shiritave të lëngshëm mund të simulojë ndonjëherë një multilokularitet. Kufit janë mjaft të qartë dhe të rregullt. Ajo që bie menjëherë në sy është heterogeniteti i përmbajtjes endotekale, i lidhur me bashkëtesën e indeve me prejardhje të ndryshme, ektodermike, mezodermike dhe endodermike. Noduli Rokitansky, pra, është kjo dalje e qartë nodulare, dukshëm hiperekoike, me fragmente me ekogenicitet të përzier, që del pra në lumen brenda kistit. Dhe në thelb, kjo është një përzierje sebumi, flokësh, ndonjëherë edhe fragmente të forta kockore ose dhëmbësh të vegjël. Në këtë mënyrë, të gjitha këto formacione të ndryshme anatomike dhe në mënyrë të veçantë fragmentet e forta kockore mund të krijojnë një hije mjaft të errët pas tyre, e cila i zhduk plotësisht të gjitha detajet e strukturave të poshtme që ndodhen pikërisht pas tyre. Bërthama e Rokitanskit është një shenjë patognomonike, ekografike e kistit dermoid, prandaj është e rëndësishme të theksohet prania e saj. Në këtë imazh mund të vëzhgojmë më pas komponentin e stromas së shëndetshme që na lejon të shohim një shenjë të harkut ovarian, ovarian crescent sign. Pra kemi një strukturë të stroma ovarike që mund vërehet qartësisht se ndohet anash këtij neoformacioni dhe zakonisht kjo konsiderohet si një tregues i rëndësishëm në ekografi për të vërtetuar natyrën benigje të këtij formacioni. Sepse kjo do të thotë që neoformacioni është zakonisht jo invaziv, por më tepër një lloj neoformacioni me rritje ekspansive. Një tjetër karakteristikë e rëndësishme është lëvizshmëria e përmbajtjes dhe reagimi ndaj goditjes së lehtë të induktuar nga sonda transvaginale, ashtu si edhe gjatë aktivizimit të kollër Dopplerit. Cista dermoide është në thelb të saj konsiderohet një lezion avaskular, prandaj rrjedhja e gjakut duhet të jetë plotësisht e munguar brenda saj dhe në rast se ajo vërehet si e pranishme, duhet të jetë pozitive vetëm në indin rrethues ovarik. Indi i shëndetshëm që e rrethon atë, i cili mund të jetë pozicionuar shumë pranë neoformacionit. Prania e një vaskularizimi të brendshëm qendror duhet gjithmonë të ngrej një alarm serioz për një transformim të mundshëm malign, edhe pse ky mbetet një rast mjaft i rrallë i kësaj ciste dermoide specifike. Gjatë studimit në organin e mitrës u vu re një hipereqogenicitet endometrial me trashje, që me shumë gjaz i atribuohet një polipi, i cili më pas do të duhet të hetohet më tej me anë të një studimi histeroskopik. Si përfundimi i gjithë këtij vlerësimi,
Kombinimi i një noduli hiperekoik me element të tjerë me ekogjenicitet të përzier, që shoqërohet me hije të qarta akustike, një model karakteristik ndoshta si një rrjet flokësh brenda cistës, një komponent fluid i ngjashëm me sebumin, mungesa e plotë e vaskularizimit të brendshëm në studimin me Color Doppler dhe formimi i një bërthame tipike të rokitashkit na lejojnë të arrijmë në përfundimin dhe të përcaktojmë lezionin si tërësisht benign me një shkallë shumë të lartë saktësie diagnostike. Kjo gjë pra do t'na mundsoj të planifikojmë një lloj menaxhimi kirurgjikal që është konservativ, sidomos kur vezoret janë ende plotësisht funksionale dhe kështu të drejtojmë zonjën drejt një cistektomie laparaskopike, duke u përpjekur të bëjmë të mundur ruajtjen sa më shumë të jetë e mundur të indit të shëndetshëm ovarian. Faleminderit të gjithëve për vëmendje.